U rikthyem sërish në studio për të vazhduar edhe më tej me sukseset tonat nuk kanë të ndalur, pikërisht kur bëhet fjalë për teatrin shqiptar këtu pikërisht në Maqedoni. Filmi Buri i shtëpisë po vazhdon të tërheq vëmendje në skenën ndërkombëtare të kinematografisë, së fundmi ai u vlerësua me një çmim special në festivalin Bifest, një nga festivalet më të rëndësishëm në rajonin mesdhetar. Një nga elementet që mori vlerësim të veçantë ishte edhe interpretimi aktorës kryesore. Për të folur më shumë për këtë përvojë, sfidat e rolit dhe për emocionet e këtij suksesi ndërkombëtar, sot në studio kemi aktorën zonja Drita Kavakaraga. Mirë se erdhe zonja Drita në emisionin e mëngjesit Ritmi i ditës. Mirë se ju gjeta, kënaqësi të ndajmë bashkë këtë mëngjes. Pikërisht, unë së pari ju përgëzoj për çmimin e marrë, pikërisht për rolin, për aktorën, si dhe na keni sjell një çmim kaq të rëndësishëm pikërisht me rolin tuaj në vendin tonë. Mund të na thuani se si e pritët lajmin që filmi Buri i shtëpisë u vlerësua me një çmim kaq special? Po, të them të drejtën, me teatrin shqiptar ishim duke udhëtuar për në Sofje, me shfaqjen e Rinoqerontët. Kemi qenë misafir në teatrin Ivan Vazov, në Sofje, teatr kombëtar i Bullgarisë. Dhe ishte po pikërisht dita e teatrit, 27 marsi. Sa po kaluam kufirin, më lajmërohet regjizori Andamion Murataj, cilin e përshëndes, më thot: Drita, nesër mbrëma duhet të jesh në bari në Itali për të pranuar çmimin. Thashe kam të pamundur, ishte në të njëjtën datë që ju duhet ishi në Sofja. Po, që kishim shfaqjen në Sofje. Thash lutem shko ti, nuk do të mundem t'jem. Kështu që vërtet ndjeva pak dhimbje që nuk mund t'isha prezent aty për ta marrë çmimin. Po, kur pash, do me thënë, një festival aq i madh me gjithë ata artist, unë ndjeva e nderuar, me gjithë atë filmi e ka këtë favor që mund mos jesh prezent edhe të përfaqësohesh. Dhe kjo është një... Ndërsa në teatr është e domosdoshme. Pastaj teatri është puna ime e parë, është primare, është... Nuk i ndaleni teatrit, nuk ndani... Patjetër, unë jam pjesë e teatrit, edhe në teatr nuk guxon mungosh as në prova, jo kur është shfaqja. Pikërisht. Kështu që, kënaqësi vërtet që... Kënaqësi. Çfarë do të thotë ky vlerësim për ju si aktorë dhe për gjithë ekipin e filmit? Sigurisht që është një arritje për filmin shqiptar, megjithëse është një koproduksion mes Maqedonisë Veriut, Shqipërisë, Kosovës, Kroacisë, Austrisë, Italisë, disa shtete janë pjesë e filmit. Aktorët janë kryesisht shqiptar. Bisli Muçajn, të cilin e kam baba në film, mbrëm vonë më lajmëroi në telefon për të më uruar. Ishte entuziazmuar jashtëmadse. Për çmimin. Mbase më shumë se unë. Në gjithë këto ditë kam pranuar urime prej miqve, kolegëve, familjarëve. Sukseset mos të ndashin, vetëm të marrë çmimet e kështu me radhë. Faleminderit shumë. Se jo. Dhe vërtet është një kënaqësi kur sheh në sytë e njerëzve që ti do, që të duan, të urojnë, gjej rastin ti falenderoj të gjithë. Fillimisht prindrit e mi, cilët edhe po m'ndjekin, edhe vjekrit. I përshëndes gjithë, i falenderoj. Prej miqve, kolegëve ka marrë shumë urime dhe përgëzime, për cilat mbase ato më kanë gëzuar më shumë se çmimi. Pikërisht ndonjëherë urimet janë të shumta kur nga shumë njerëz, nga njerëz të cilët të duam, pikërisht siç thonë miqt, i ke në momentet e mira, në momentet e këqija. Mund të na thuani se ju jeni aktoria kryesore në këtë film dhe sa sfiduese ishte ky rol për juve, zonja Drita? Sfiduese është çdo rol. Sidomos një rol që ka një peshë
të atil dhe kur ndanë setin me një fëmijë, si është Alesia Ruçi që luan rolin e Zanës, është mbesa ime në film. Prej fëmijëve edhe me shumë fëmijë tjerë, po Alesia është roli Bartës. Dhe fëmijët janë të çiltër, janë të natyrshëm, me fëmijë gjithmonë është vështirë, se çiltërsinë atyne zorë se mbrimne me aktrim. Pikërisht. Edhe pastaj me artistë mëdhej, si që përmenda Bisli Muçën, gjithashtu kam darë setin me Ademin, Adem Karagën, për fat edhe Orgesin Kleën, fëmijët e mi, edhe Valina Muçollin, e plot aktor me vlera, aktor të mëdhej. Kështu që për gjithë, do me thënë, filmi është çdo projekt, është pjesë bashkë, aty është edhe teknika, edhe mirë po meritën kryesore mendoj e ka regjizori që ka ditur të përzgjedhi. Aktorët, të themi, aktual që mund të bëjnë si duhet rolin e tyre. Ai ka patur barën kryesore për të gjitha. Zonja Drita, mund të na thoni se si u përgatite për ta sjellë sa më bindshëm këtë personazh në këtë film? A e kishit të vështirë, të themi? Vështirë është, gjithmonë është vështirë të futesh në lëkurën e tjetrit. Nuk është... Shumë e vërtet. Gjithmonë aq më shumë një rol specifik, si që është roli Franit. Kështu që duen, po fatmirësisht do me thënë, kemi dhe përvojën edhe për të mund të dim të bëjmë analizat e një personazhi, të futemi në jetën e tij. Në lëkurën e tij ashtu. Kështu që vështirësi ka gjithmonë, nuk ka asnjë punë të lehtë. Aq më shumë puna e artistit. Por mendoj me që pëlqejet dhe shpërblejet, ja kam arrit qëllimin. Ja keni arrit qëllimit. Mund të na thoni se a kishit ndonjë moment gjatë xhirimeve që ishte veçanërisht i vështirë apo emocional për juve personalisht? Gjithmonë emocionet janë të pandashme për aktorin, për artistat në përgjithësi. Emocionet veçanta në çdo skenë, në diçka shumë e veçantë. Thash që kam patur xhirimet me Alesien edhe kishte raste kur mund të duhet ta kundërshtoja. Ju nuk e keni parë filmin, nuk e kemi parë ende. Duke u munduar që ta izoloj nga bota dhe që të bëhet një vajzë sa më e mbarë, sipas logjikës Franit, ja ndalon të gjitha lojrat me fëmijë, përpiqet sipas mënyrës Franit ta edukoj që të bëhet një vajzë punëtore, edhe pa pyetur për fëmijërinë e saj. Kështu që mund të them momentet kur është dashur i bërtas, kur është dashur të sillem keq me të në set, sigurisht. Kanë qenë më të vështirat. E keni pas të vështirë këtë pjesë? Po. Mund të na thuani se si ka qenë bashkëpunimi me regjisorin dhe me pjesën tjetër të ekipit? Po, dhe që është interesante në një projekt filmik se teatror, po se ne jemi gati i njëjti staf dhe jemi familje e madhe, po edhe në film familiarizohesh, miqësohesh, ka vështirësit, sigurisht, po ka edhe bukurinë e vetë, edhe që thëmë,
ka qenë do më thonë një bashkëpunim mund të themi... Sigurisht bashkëpunime se janë aktorë që ne kemi ndarë edhe skenën e teatrit bashkë edhe... Keni i bashkëpunuar edhe më herët, kështu që nuk e keni pas mund të themi... Edhe më ata që kemi pas bashkëpunime njifemi, do me thënë njohim punë të njëri tjetrit, projektet e kështu. E kështu me radha, sa e rëndësishme është puna në ekip për suksesin e një filmi si që është ky film tani që keni marrë edhe një çmim në festivalin Bifest? Puna pa ekip, filmi nuk bëhet pa ekip. Mund t'jetë një personazh ai që luan filmin edhe janë 100 dhe më shumë tjerë pas ati personazhit. Kështu që është gjithmonë punë ekipore. Punë ekipore, nuk ashtu. Filmi trajton tema me identitet të fortë, të themi, kulturore, dhe çfarë mesazhi mendoni se përcjell për publikun ky film? Filmi shtron shumë pikpyetje, edhe mesazhet janë nga më të ndryshmet. Nuk ka një mesazh të caktuar drejt një qëllimi. Shtron shumë pikpyetje. Shumë pikpyetje, do më thënë kanë. Po nga këndvështrimi jot, si e shihni ju këtë film? Nga këndvështrimin tim e shoh shumë të komplikuar. Shumë të komplikuar. Në fakt, dua të lë pak kuriozitet për ta parë filmin. Kështu që preferoj më shumë të flas spektatori se sa unë. Se sa ju personalisht, pasi që dhe ju keni qenë pjesë aktorja kryesore në këtë film. Si kanë qenë reagimet e publikut dhe kritikës në festivalet ku filmi është shfaqur? Për herë të parë filmi u shfaq në festivalin e Sarajevës. Një festival ku të gjithë emrat e Hollywoodit kanë ardhur aty me filma. Patëm fatin dhe ne t'japim premierën në atë festival. Kritika e priti mjaft mirë. Kemi marrë lëvdata që nuk i prisja. Nuk i keni prit. Ndonjëherë ne bëjmë punën tonë, edhe mbase më mirë, më shumë shohim vrejtje në punën tonë se sa arritjet. Arritjet, sukseset. Pastaj arritjet i ndjejmë kur vlerësohemi, kur marim duar trokitje, kur marim lëvdata, kur marim urime për punën e arrirë. Kur ju vlerësohet puna, ajo mund të themi që është një ndër sukseset më të mëdha për një artist. Sigurisht. Për të gjithë vlerësimi një pune dhe për vlerësimi punës se cili gjithmonë është ndjehet mirë ai që vlerësohet. Zonja Drita, mendoni se ky sukses mund të hapë, të themi, mundësi të reja për ju në projektet të themi të tjera filmike? Po, uroj që po. Uroj që tjetë një auguri mirë për në të ardhmen, pse jo? Në të ardhmen, po. Pasi që është... Unë mendoj unë ndjehem e plotësuar se kam teatrin. Në teatr ndjehem gjithmonë shumë mirë. Shumë mirë. Do më thëmë, vetën e shifni në teatr. Nuk do t'i largoni asë si teatrit, pasi që ju jeni pjesë. Unë jam pjesë e teatrit edhe do jem gjithmonë. Po edhe filmi është një tjetër lloj kënaqësie, një tjetër krijimtari që ka edhe ajo favoret dhe disfavoret e veta. E veta. Megjithatë, ajo që di sigurt është që teatri me teatrin nuk do e ndron. Do të qëndroni me teatrin. Cilat janë projektet tuaja të ardhshme në film apo në teatr? Ju e potencuar se nga teatri nuk do të largoheni. Por projektet? Do me thënë, projektet i parashikojnë regjisorët. Edhe rolet që ndahen është detyra atyre. Unë shpresoj që të kem fat luaj sa më shumë. Pastaj
Më së ndalesh as pak, do më thënë për energjin që e keni pozitive, tani besoj që me çmimin që keni marrë, ju e potencuat edhe në fillim më herët pak që ndjeni e plotësuar dhe çmimi për ju është vlerësuar në një çfarë mënyre edhe puna juaj. Mund të na thuani se çfarë mesazhi do t'ju jepni të rinjave të cilët ndërrojnë të bëhen aktor apo aktore në të ardhmen? Kanë ëndra të tilla? Le të punojnë për ëndrën e tyre. Mos të ndalen. Dhe thosha mos ndalen kur, mos demoralizohen, mos thyen, jo vetëm për të bërë aktor, po në gjitha drejtimet e jetës, çdo i ri, le ta ndjeki fort ëndrën e tij. Të punoj duhet të kesh një pikë synim dhe sigurisht për trit është patjetër që ata duhet shumë të lexojnë, të kenë shumë njohuri, që din të zgjedhin profesionin në cilin do ndjejnë kënaqësi, jo lodhje. Jo lodhje, pikërisht. Si e shihni ju, sa vlerësohen të themi artistët në vendin ton, apo të themi konkretisht edhe në trojet shqiptare? Mendoj që vlerësohen. Tani me qera fjallat e vlerësimi, thash për 27 mars, qëlluam të jemi në Bullgari. Edhe atje kam parë sa shumë të çmohet artisti. Jo që të ne nuk të çmohet, artista që kanë vlerë të çmohen edhe të ne. Fatmirësisht kemi artistat shkëlqyer. Mirë po, atje ishte një tjetër dimension. Rastisi që presidentja e shtetit t'i jap çmim aktorit dhe ndjej për ulësia e saj para artistit dhe gjithë tjerëve. Kështu që morëm një kënaqësi të veçantë se mbahej një ceremoni për ditën e teatrit, ku vlerësohen gjithë artistët, me nominime që ngjanten gati si Oscar. Ne patëm fatin të jemi të ftuar dhe t'i shohim nga afër. Edhe ndjeva vërtet kënaqësi duke parë artistët sa bukur vlerësohen. Edhe ne, dua të them, artistët tanë të mëdhej i vlerësojmë, i duam edhe mirë, po mungojnë ato lloj ceremonish ku vërtet artistët të ndjen të vlerësuar, të ndjejnë dashurinë e spektatorëve, njerëzve që i duan. Zonja Drita, nëse do ta përshkruani këtë përvojë me një fjali, si do ta përkufizoni? Ëndër e realizuar. Dhe më thënë, është realizuar ëndra jote. Puna, vetë fakti që unë mire me punën që bëj, është ëndër e realizuar. Dhe në fund, cili do t'ishte mesazhi juaj për gjithë artistët e vendit, o dhe jashtë vendit dhe kudo që Para se të them diçka për artistët, sot është një ditë e veçantë, që gjithë zemrat dhe mendjet e shqiptarëve kudo në botë sonte janë në stadiumin Fadil Vokri, me kombëtaren e Kosovës. Dhe ne i përshëndesim dhe ju urojmë fitore. Ju urojmë fitoren me gjithë shpirt. Unë kam besim të lojtarët e Kosovës. T'japin sigurin fush, presoj të festojmë son të gjithë. Mendoj sot është ditë e madhe. Ditë e madhe. Gjithë shqiptarët mendoj son të i kanë mendjen dhe zemrat me ta. Me ta, pikërisht. Dhe uroj t'ju apin forcë, të kualifikohen për mbotëror. Presim edhe ne një rezultat shkëlqyer, zonja Drita, të faleminderit të Megjithatë edhe arritja deri këtu është shumë e madhe, po fitoria e sonte do kurorëzoj përfundimisht. Do shënoj një histori për Kosovën, do t'jetë një histori tjetër. Zonja Drita, të faleminderit të shumë për gjitha mesazhet dhe pikërisht që nuk harrove Kosovën në këtë ditë të madhe. Nuk mund të harroj Kosovën, unë jam gjysmë Kosovë, jam des Drenica. Kështu që ne
Kështu që neve nuk na ngelet gjë tjetër, përveç se t'ju urojmë fitore Kosovës dhe zonja Drita, unë ju faleminderit të shumë, kisha nderin dhe kënaqësinë t'ju kem sot juve në studio dhe urojmë që në të ardhmen mos t'ju ndalin sukseset, të merrni çmime dhe jo na bëni krenar, edhe pse na keni bërë deri më tani me çmimet që keni sjell dhe Kosova, shqiptarët kudo që janë, qoftë në Kosovë, në Shqipëri, ne ndjehemi krenar, domethënë. Sigurisht ne jemi një popull pavarësisht kufive. Kudo në botë ku jetojnë shqiptarët, ne jemi njësoj marrin frymë. Shqiptar. Të faleminderit edhe një herë zonja Drita që ndatë kohë të jeni në emisionin e mëngjesit Ritmi i ditës dhe ne ju presim prapë përsëri me sukseset tjera në të ardhmen. Faleminderit shumë, kënaqësi që Ritmi i ditës ndoqi ritmin e teatrit, filmit, po edhe sportit gjithashtu. Të faleminderit të shumë. Shikues të nderuar, kjo ishte e tëra që kishim përgatitur për ditën e sotshme, kështu që neve nuk na ngelet gjë tjetër, përveç se të ju urojmë një ditë të mbarë dhe suksese Kosovës bashku me zonjën Dritë. Suksese dardanëve. Suksese dhe mirëmbëjtje deri në mbrëmje. Presim fitore dhe nesër të festojmë dhe gjatë ditës së sotshme. Gjithë të mirat.